Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. I jep dorëheqjen zëvendës ministri i Arsimit Lulzim Aliu në Maqedoninë e Veriut. Dorëheqja i është dorëzuar kryeministrit Istria Mickoski. Aliu tha se ky vendim erdhi pas reflektimit personal dhe profesional, që siç tha në këtë periudhë është mirë të vazhdoj punën në profesionin e tij akademik dhe të përkushtohet ndaj familjes. Ai falenderoi Partinë Alternativa për besimin e dhënë. Alianca për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut Arben Taravarit shpreh shqetësim për reformën ligjore dhe administrative që do të përfshijë njësinë për punë të brendshme në Strug Dipër Kërçov. Ky veprim cenon drejt për së drejti parimet kushtetuese të barazisë, përfaqësimin e drejtë dhe bashkëjetesës ndëretnike, si dhe minon besimin ndërmjet komuniteteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Alianca për shqiptarët, pas deklaratës së djeshme të zëvendës ministrit të MPB-s, Astrid Iseni, që propozimet e tilla po diskutohen, por nuk kanë vendim definitiv, kërkon nga përfaqësuesit e koalicionit Vlen që të marrin përgjegjësinë politike që u takon, të reagojnë menjëherë dhe të vihen në mbrojtje të interesave të qytetarëve shqiptar të Strugës, Diprës dhe Kërçovës. Në një konferencë për shtyp nga Alianca thuhet se me ndryshimet që po hartohen, kjo njësi do të kalojë në jurisdiksionin e sektorit për punë të brendshme në orë, përpasoj si pasaj në qytetet me shumicë shqiptare. Nuk parashihen më pozita kyçe si kryeshefi i policisë ose kryeshefi i njësisë antikrim dhe komandanti pikës kufitare dhe zëvendës komandant në stacionet policore. Pasqyrimi një politike që s'ndalon, nuk aplikohet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat sipas demografisë dhe shumicës shqiptare në këtë region, kryeshefi i sektorit rajonal për kufirin i MPB-s me qendër në Ohër, emërohet një maqedonas nga Kërçova në një pozitë të cilën për 2 dekada e ka përfaqësuar shqiptar. Bashkimi Demokratik për Integrim kritikon Izet Mexhitin se 3 muaj pas zgjedhjeve lokale në komunën e Çajerit asnjë nga premtimet e tij nuk është realizuar, madje nuk ka nisur asnjë punë konkrete në terren. Sot asnjë shkollë nuk është rinovuar, nuk ka asnjë investim të dukshëm në terren. Çajeri vazhdon të ketë mbeturina gjithandej, ndërsa ka humbur fuqia e shqiptarëve në ndërmarrje të qytetit të Shkupit, deklarojnë nga BDI. Sipas asaj, situata është po aq alarmante dhe brenda administratës komunale. Komuna funksionon pa kryetar gjatë pjesës më të madhe të ditës, pasi Izet Mexhiti si gjithmonë shfaqet vetëm pasdite duke trajtuar udhëheqjen e komunës së çështje dytësore, deklarojnë nga BDI. Zbardhen detaje nga operacioni në Negotin të Maqedonisë së Veriut, ku i gjetën 350.000 euro në murin e një shtëpie. Sipas policisë financiare, objekti në Negotin është pronë e prindërve të gjykatësit të apelit në Shkup, Gjoko Ristov. Mbi gjyqtarin rëndojnë dyshimet për veprën penale, fitimi palishëm dhe fshehje pasurisë. Kodi i ri zgjedhor dhe realizimi i reformës territoriale mbeten oferta e mazhorancës në Shqipëri për opozitën parlamentare. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla e bëri thirrje opozitës të fokusohet te puna parlamentare për mbylljen e 2 reformave të rëndësishme, duke theksuar se revolucionet e shpallura prej saj nuk do të ndodhin. Balla kërkoi që Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore të adresojë rekomandimet ose OSBE-dit, duke vënë theks të veçantë tek depolitizimi i plotë të administratës zgjedhore. Sipas tij është domosdoshme që procesi i numërimit dhe shpalljes së rezultateve zgjedhore të përshpejtohet, duke mos përjashtuar mundësinë që numërimi të kryhet drejt për drejt në qendrat e votimit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.